Murtajat e kafshët ka vënë në alarm institucionet për të ndërprerë zinxhirin e transmetimit si një sëmundje e pahasur më parë që sjell dëm të madh ekonomik tek fermerët. Drejtoria rajonale e shërbimit veterinar konfirmon vënien në kontroll dhe masat e marra që të ketë sa më pak. Në rastit të bëj një thirrje për gjithë fermerët drejtor, jo të rajonit, për dhe më gjerë, që të ketë një kujdes të jashtëzakonshëm në lidhje me këtë sëmundje që ka rënë tashmë në territorin tonë, aktualisht në rajonin e Elbasanit, në të cilin e mbulojmë, kemi 3 vatra, të cilat janë izoluar totalisht, dhe nga i moment nuk kemi vatra të reja, as të dyshuara dhe as të konfirmuara. Situata realisht në qarkun e Elbasanit është e pasur, as një vatër dyshuar, as një vatër e konfirmuar. Shërbimi veterinar ka kaluar në gatishmëri, duke organizuar punën me ngritjen e grupeve nëpër akse rrugore për të penguar lëvizjen e kafshëve, grupe pune të cilat monitorojnë vazhdimisht fermat potenciale, një sër komunikime me pushtetin lokal, me policinë bashkiake, me policinë e shtetit, me higjienën, me AKU, pra me të gjithë këta faktorë të cilët së bashku të mund të frenojmë pak sado pak zinxhirin transmetues. Pasi kjo sëmundje ka një veçori që përhapet nëpërmjet kontaktit. Ndërprerja e kontaktit do bënte që ne të eliminonim vatrat e mëtejshme. Drejtori rajonal shpjegon gjithashtu simptomat dhe faktin se kjo sëmundje nuk përhapet tek njerëzit. Atëherë, për të ndihmuar fermerët për ta dalluar këtë sëmundje, shëja e parë që ata duhet të kuptojnë është një këputje, një përgjumje tyre, temperaturë e lartë, diare, lotim, vatra ulceroze në buzë, në gojë. Pra janë këto disa nga ato simptomat të cilat ata më njëherë do të lajmërojnë shërbimin veterinar. Murtaja e kafshëve është hasur në 3 vatra në Shqipëri gjatë muajit të fundit.